Kur të shifni një vetur në rrugë e parkuar, një vetur që shkëlqen nga bukuria e saj dhe shumë e bukur, mos lëshoni sy të keq, po thuni Allahu ja shtof bereqetin, mashallah çfarë veture të mirë paska fituar njeriu. Kur të shihni një grua shtatzan, mos lëshoni sy të keq, por thuani Zoti i dhasht nga bereqeti dhe hajri i fëmijëve të saj. Kur të shihni se keni qenë në rrend të një kallabulloku të madh për të kryer një punë dhe e kryt, elhamdulillah, dolet nga ju dhe pat një kallabullok të madh, mos përqeshni njerëzit që presin aty, po thuaj o Zot, lehtësova të kalojnë sa më kollaj. Kur të shihni se hyret e mjeku dhe dole i buzëqeshur nga se mjeku të tha më mirje, të ka kaluar smundja, mos fillo të mburresh me pozicionin tënd të shëndetit, por thuj o Zot, sikur ma heke mua, hekva edhe të gjithë atyre të cilët janë të sëmur. Kur të shkosh të blesh diçka dhe i ke mbushur duart për plot me valigje dhe me mjete dhe me materiale ushqimore për fëmijët tu dhe po i ngarkos me nxise po i futesh në shtëpi dhe elhamdulillah thuaj o Zot jep ju edhe atyre të cilët nuk kanë për me hëngër kështu sikur që kam bler edhe une. Dhe kur të shohësh një punëtor i cili është rënduar shumë në punë, në nxehet, duke punuar po në një dua, duke kaluar po qoftë edhe me Mercedesin tënd, duke thonë o Zot lehtësoja këtij e Zoti inshallah ja lehtësoft. E dini pse? Se çdo dua të cilën e bëni ju, nuk e bëni për ata, për në vit parë e bëni për vetveten tuaj. Pejgamberi Allahut ka thënë duaja e vllaut për vllau në mas shpinën e tij është e dëgjuar dhe e pranuar te Zoti. E melekët thuajnë Allahumma amin dhe thuajnë o Zot lehtësoja atij po edhe këtij i cili lutet për te. Pra bëni dua për të tjerët që t'ju kthehet për vetveten tuaj. Mbeqit mirë kudo që jeni, Allahu a lehtësoj.